Ulja e temperaturave në juglindje të vendit vijon të sjellë probleme në qarkullimin e mjeteve në zonat e thella malore. 5 fshatra në njësinë administrative Gorë në Bashkinë Maliq janë ende të bllokuara për qarkullimin e mjeteve, por sipas administratorit të kësaj njësie, Nazmi Qose, në 2 prej këtyre fshatrave është bërë mundur hapja e gjurmës së rrugës dhe aktualisht në to mund të kalohet me vështirësi dhe me përdorimin e zinxhirëve. Ndërkohë po punohet edhe në 3 fshatrat e tjerë të njësisë Gorë për hapjen e rrugëve. Edhe në njësinë administrative Dardhas në Pogradec është duke u punuar për hapjen e rrugëve, por situata edhe për shkak të trashësisë së madhe të borës është tepër e vështirë. Kalimi në këto akse është i mundur vetëm me mjete të larta, edhe ato të pajisura me zinxhir. Qarkullimi me zinxhir bëhet edhe në fshatrat të Devollit të Sipërm, në fshatrat të Lekasit në Korçë, si dhe në aksin Shtyll Panarit. Ndërkohë, drejt fshatrave turistik të Dardhës dhe Voskopojës, ashtu si edhe në të gjitha akset nacionale të qarkut të Korçës, kalimi kryhet pa probleme, por rekomandohet përdorimi gomave dimrore. Burime zyrtare nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike bëjnë të ditur se të gjitha problemet me energjinë elektrike të një dite më parë në zonat të Pogradecit dhe Ersekës janë zgjidhur dhe se aktualisht nuk ka mungesa në furnizim.